Kujdes miq, ky është një informacion shumë e rëndësishëm për të gjithë ata që duan të marrin shtetësinë gjermane. Kushdo që mashtron, jep informacione të rreme ose informacione të paplota gjatë procesit të naturalizimit në Gjermani, do të ndalohet të bëhet shtetas gjerman për 10 vjet. Kështu thuhet në një projekt ligj të miratuar në Komisionin e Brendshëm në Bundestag, e projekt ligji është miratuar pra nga Komisioni i Brendshëm i Bundestagut dhe atë me votat e antarëve të komisionit nga partitë në pushtet të Unionit CDU, CSU dhe të SPD-s. Këtë vendim e ka mbështetur edhe Partia Alternativa për Gjermani, pra AfD, ndërsa kundër ishin partitë të Gjelbrit dhe e Majta. Projekt ligji do të nxirret tani në Bundestag për miratim të premten me 5 dhjetor 2025, por si shihet, ai do të marrë shumicën e madhe të votave të deputetëve nga partitë në pushtet dhe nga partia AfD. Ky projekt ligj është propozuar pra nga Ministria e Brendshme pas zbulimit të mashtrimeve me testet e gjuhës gjermane dhe pas disa aferave të zbuluara korruptive dhe mashtrimeve në proceset e naturalizimit. Projekt ligji parashikon pra që ai që kapet duke mashtruar apo jep informacione të rreme të gabuara nuk do të mund të marrë shtetësinë gjermane për 10 vitet e ardhshme, pavarësisht kohës së qëndrimit në Gjermani dhe pavarësisht dokumentave dhe lejeve të qëndrimit. Ndalimi prej 10 vjet do të zbatohet pra edhe nëse dikush mashtron me teste të gjuhës apo qëllimisht jep informacione të rreme dhe të paplota për çështje të tjera, po e përsëris disa herë sepse është më rëndësi. Projekt ligji i ri ka për synim pra të parandaloj shkeljet ligjore dhe jo të vështirësoj marrjen e shtetësisë gjermane. Këto ditë kam pasur, t'ju them të drejtën, shumë pyetje sa i përket mundësisë së heqjes së 2 shtetësisë në Gjermani, sepse shumë kush është i shqetësuar. Nuk e di nga e keni marrë këto informacione, por deri tani nuk ka kurfar projekt ligji për heqjen e 2 shtetësisë, nuk ka as propozime konkrete. 2 shtetësia, apo siç thuhet në ligj, shumë shtetësia mbetet në fuqi, ndërsa shtetësia gjermane me ligj në Gjermani mund të merret pra pas 5 vitesh, kuptohet nëse i keni dokumentat në rregull dhe i plotësoni kushtet. E ata që kapen duke mashtruar, siç e thash, do të dënohen pra me 10 vjet mosmarrje të shtetësisë gjermane. Por edhe një herë, ky është vendim i Komisionit të Brendshëm, ndërsa tani ndryshimi duhet të miratohet edhe në Bundestag dhe atë me 5 dhjetor. Unë natyrisht që do ta ndjek me shumë vëmendje këtë vendim dhe miratimin e këtij projekt ligji dhe do t'ju informoj me kohë me të gjitha ndryshimet. E ju nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe shpërndajeni këtë video. Faleminderit që jeni me mua dhe mos harroni pra, mashtrimet vërtet nuk janë të mira dhe mashtrimet mund të penalizohen. Pra edhe mashtrimet me testet e gjuhës gjermane e në të kaluarën ka pasur raste të tilla. Faleminderit dhe mirupafshim.